tunelit Llogaras lëshimit firmosjes rrëzohet së aktakuzës dhe marrjes të pandehur të numrit 1,5 apo pas Edi Rams, Lubi Ballukut, pas përplasjeve në pallatet e krimit, pallatet e pushtetit, sot Ramaduro del para medjave dhe nuk guxon asnjë gazetar, asnjë gazetare t'i bëj pyetjen më të vogël për Lubin, për tunelin e Llogaras, për vjedhjet të mërshme që u kanë bërë shqiptarëve. Për ta diferencuar dhe Ambrosias i ka hequr akreditimin apo vizën dhe nuk e lejojnë të hyjë si përfaqësues e televizionit armik në konferencat e shtypit të tij. Në të gjithë historinë e konferencave të shtypit këtij vendi në 32 vite, kjo është konferenca më e turpshme që të i kalon çdo lloj konferencë tjetër. Shikoni se çfarë kontrolli të tmerrshëm, se si ka arritur ai të detyroj pronarët e medjave, gazetarët, pronarët, drejtorët, që të paraqiten në konferencë shtypi pas një super skandali të tillë dhe të mos guxojnë t'i bëjnë një pyetje të vetme. Nuk ka asgjë. Nuk ka aktakuz më të rëndë se sa kjo. Nuk ka formë më staliniste, më naziste, më ekstremiste, kontrolli mbi mediat se sa kjo. Si mundet? Kur mediat e botës, kur shqiptarët në çdo votër diskutojnë ditë e natë për këtë problem, gazetarët në konferencë shtypi nuk guxojnë t'i bëjnë kryenarkosit të Shqipërisë një pyetje për një super skandal që përbën vjedhjen jo të 50. 50 janë në letër, në fakt janë 19 milion euro në tunelin e Llogaras. Në të cilin e qartë si dritë e diellit se përgjegjësi numër 1 është Edi Rama, Edi Rama, Edi Rama. Sepse në atë aferë të vendosur në Ankara nuk mundet kur të vendoste Lubi Balluku.
Ajo është vendim ekskluziv, kur dhe miqtë e tij më të ngushtë e thonë, e shkruajnë, se geopolitikën e ka kryeministri, dhe e vërtet është ajo. Do themi, mos, nuk e ka ministri geopolitikën, jo. Geopolitikë e ka kryeministri. Pra, geokorrupsionin do them. Pra, nuk ka diskutim që Lubia është masha e tij, është instrumenti i tij. Por do të mashtronin shqiptarët në qoftë se do njihenin për përgjegjësë të parë Lubin dhe jo Edi Rama. Prokurori i çështjes ka treguar, e them këtu, kurajo për zbatimin e ligjit. Ka marrë kërcënime direkte nga Edi Rama me telefonin e Ulzimanjes. Kërcënime direkte. Dhe prokurori i çështjes është e vërtet që duhet formulonte absolutisht të njëjtën akuzë që ka formuluar në Lubis, por do ishim të pandershëm. Po të mendonim sa ata janë për i guri. Nuk janë për i guri, por ai punën e bëri. Ai punën e bëri. Ai tha se tuneli Llogaras është një vjedhje të mërshme. Siç e dini. Dhe ne kemi të gjithë dokumentat se kryehajdut në atë aferë është Edi Rama. Lubi Balluku ka 18-20 dosje në skap. Merri vetëm një, po ju rikujtoj këtu, se asaj nuk i mbahen mend hajnit. E mori Unazën e Tiranës 13 kilometra, e ndau në 14 tendra. Çmenduri korruptive. Por njëri në botë që mund ta bëjë këtë përveç një njeriu të papërmbajtur, në vjedhje, nuk e bën atë. Se kuptohet që është vjedhje vetëm vjedhje. Por, përsëri tuneli Llogaras është veças. Se tuneli Llogaras, sultanesha Rahmetlie, ishte me sultanin atje. Dhe thanë, takuam kartin, takuam këto kompanit edhe bën skemen më të turpshme. Më të turpshme. Anullon tenderin 130 apo 120 milion, hapen përsëri dhe erdhën ata me 180 milion, ja u dhanë atyre 50 milion më shumë, dhe në kundërshtim me ligjin, morën po gjokën në kontraktor. Po ka vjedhje më të hapur se kjo kurrë. Po shikoni miq. Do të dini një gjë, që kjo skemë është përdor absolutisht, po thuaj në çdo tender të punëve publike në Shqipëri. Si është përdor? Kanë shku ofertuosit me ofertën kaq. Jo. Kjo ofertë nuk punon, nuk vlen. Do sjellish ofertën me kaq, 2 fishin. Dhe ti ke 30%, unë kam 70% të saj. Por në këtë rast u demaskua se kryesori ishte i huaj. Po kjo skem është përdorur në të gjitha punët publike dhe kemi denoncuar kaq shumë herë.
E kemi denoncuar kaq shumë herë këtë. Dhe ai pragu që themi ne 99%, 99%, ai në fakt është 180%, është 250%. Se e bënë në këtë mënyrë, i thystin përpara, shko, pa që këtë ofertë me kaq, ndarja do jetë kjo.